Ajo ishte vajza e një familje jashtëzakonisht të pasur, por prej vitesh nuk fliste. Terapi të shtrenjta kishin dështuar njëra pas tjetrës, deri në ditën kur një grua e thjesht që mblidhte materiale të riciklueshme bëri diçka që tronditi të gjithë familjen dhe ndryshoi gjithçka për gjithmonë. Vajza e vogël jetonte në një heshtje të thellë, një heshtje që nuk ishte zgjedhje, por mungesë. Ishte sikur fjalët kishin humbur nga jeta e saj. Në shtëpinë madhështore të familjes, kjo heshtje përhapej nëpër korridore të gjera dhe dhoma luksoze të mbushura me mobilje të shtrenjta. Babai e shikonte shpesh nga dritarja e zyrës së tij, teksa ajo rrinte vetëm në kopsht, e rrethuar nga lodra që kishin ardhur nga e gjithë bota. Lodrat ishin të bukura, të rralla dhe të kushtueshme, por ajo i injoronte të gjitha. Qëndronte ulur në bar, e zhytur në botën e saj të heshtur. Që prej ditës kur vajza kishte ndaluar së foluri, prindërit ndiheshin sikur po e humbnin pak nga pak. Nëna mbante gjithmonë me vete dosje të mbushura me raporte mjekësore. Kishte aq shumë dokumente, sa dukeshin më tepër si dosje biznesi se sa si histori e një fëmije. Mjeku më i njohur i fëmijëve në vend kishte shqyrtuar çdo analizë. Fizikisht, vajza ishte e shëndetshme. Truri funksiononte normalisht, dëgjimi ishte i përsosur, kordat vokale ishin në gjendje të mirë. Megjithatë, ajo nuk fliste. Diagnoza ishte mutizëm selektiv, një gjendje që mund të shkaktojë nga trauma emocionale, ankth i thellë ose reagim ndaj ndryshimeve të mjedisit. Problemi ishte se asnjë trajtim tradicional nuk kishte dhënë rezultat. Prindërit kishin shpenzuar pasuri të tëra për specialist nga e gjithë bota, por asgjë nuk funksiononte. Mjeku sugjeroi të provojë diçka ndryshe, një qasje jo konvencionale. Një terapiste që punonte me përvoja shqisore, kontakt me natyrën dhe mjedise të reja. Kur terapistja mbërriti në shtëpi, prania e saj ishte ndryshe nga gjithçka tjetër. Ajo ul në tokë, në nivelin e fëmijës, pa ushtruar presion, pa kërkuar përgjigje. Nxori nga çanta një instrument të vogël dhe filloi të luante një melodi të butë. Vajza ndaloi së vizatuarin dhe e vështroi me sy të hapur. Për herë të parë pas shumë kohe, sytë e saj treguan kureshtje. Terapistja filloi të vizatonte në tokë, duke imituar lëvizjet e vajzës. Ajo vuri re se vizatimet nuk ishin të rastësishme. Vajza përsëriste të njëjtin motiv, një shtëpi e vogël, një figurë njerëzore dhe një portë. Kur u pyet me kujdes se çfarë po vizatonte, vajza u ngrit dhe tregoi nga rruga. Përtej murit të ulët, fëmijë të tjerë luanin në një obor shkolle. Vajza i vështronte me një dëshirë të thellë në sy. Ajo nuk ishte vetëm pa zë, ishte e izoluar. Prindërit mendonin se i kishin dhënë gjithçka, siguri, rehati, lodra, hapësirë, por terapistja u shpjegoi se ndonjëherë të kesh gjithçka do të thotë të mos kesh asgjë. Vajza jetonte në një kafaz të ardhë. Ajo kishte nevojë për botën reale, për përvoja të vërteta dhe njerëz të vërtetë. Pas një nate të gjatë reflektimi, prindërit morën vendimin më të vështirë të jetës së tyre, ta nxirrnin vajzën nga mjedisi i mbyllur dhe ta çonin në botën reale. Nuk e dinin se kjo zgjedhje do të ndryshonte gjithçka. Në një mëngjes fundjavë, ata shkuan në një park publik. Ishte një botë krejt tjetër. Familje të thjeshta, fëmijë që vraponin, zëra të lartë, të qeshura dhe muzikë nga çdo anë. Vajza qëndroi e mahnitur. Nuk donte të largohej, donte vetëm të shikonte. U ul në një stol dhe filloi të vëzhgonte fëmijët, mënyrën si komunikonin, si grindeshin dhe pajtoheshin. Atëherë u shfaq një grua e moshuar që shtynte një karrocë të vjetër, të mbushur me shishe dhe letra. Ajo punonte me gëzim, duke kënduar lehtë. Kur pa vajzën, e përshëndeti me një buzëqeshje të ngrohtë. Vajza nuk foli, por buzëqeshi. Një buzëqeshje e vogël, por e vërtetë. Gruaja ul pranë saj dhe i tregoi një zog të vogël prej letre, të bërë me faqe reviste. Ishte i thjeshtë, por i punuar me kujdes. Sytë e vajzës u ndriçuan. Ajo zgjati dorën dhe e preku për herë të parë diçka të dhuruar nga një i huaj. Kur gishtat e saj prekën letrën, ajo nxori një tingull të lehtë kënaqësie. Vajza u ngrit, ju afrua gruas dhe i preku dorën. Prindërit mbetën pa frymë. Vajza donte të ndihmonte. Donte të merrte pjesë. Kur prindërit u përpoqën të ndërhynin nga frika, terapistja i ndaloi me qetësi. Duhej ta linin vajzën të shprehej. Pa pritur, vajza hapi gojen dhe bëri një përpjekje për të folur. Nuk dolën fjalë, por ishte përpjekja më e madhe që kishte bërë ndonjëherë. Ishte fillimi.
Ajo nuk kishte gjetur ende fjalët, por kishte gjetur lidhjen njerëzore. Heshtja që kishte mbizotëruar jetën e saj po thyej. Jo nga pasuria, jo nga terapitë e shtrenjta, por nga një akt i thjesht njerëzor. Dhe aty, në një park të zakonshëm, filloi ndryshimi që do t'i jepte zë jo vetëm asaj, por edhe kuptim jetës së të gjithëve rreth saj. Ajo u ngrit, mori karrocën e saj dhe i buzëqeshi edhe një herë vajzës së vogël. Ishte kënaqësi të njëja, princesh. Shpresoj të shihemi përsëri. Kur gruaja e moshuar filloi të largohej, vajza bëri diçka që e la gjithë familjen pa fjalë. Ajo bërtiti. Jo një britm me fjalë, por një britm dëshpërimi, sikur po humbiste diçka shumë të rëndësishme. Gruaja u kthye, pa dhimbjen në sytë e fëmijës dhe u kthye me vrap. Vajza vrapoi drejt saj dhe u hodh në krahët e saj, duke u kapur fort, sikur të mos donte ta linte më kur të ikte. Ajo nuk do që unë të largohem, e kuptoi gruaja, duke i përkëdhelur flokët vajzës. Sa gjë e jashtëzakonshme. Kjo është e pamundur, përshpëriti nëna. Ajo nuk lidhet me askën. Ndoshta ajo thjesht po priste personin e duhur, u përgjigj gruaja, duke e përqafuar ende, dhe në atë moment, në mes të parkut, e rrethuar nga familje të thjeshta dhe nga gëzimi i fëmijëve që vraponin të lirë, vajza gjeti diçka që të gjitha pasuritë e prindërve të saj nuk kishin mundur ta blinin kurrë. Një lidhje të vërtet njerëzore. Takimi që dukej i pamundur kishte ndodhur. Dhe sapo kishte filluar të ndryshonte jetët e tyre përgjithmonë. Heshtja në makinë gjatë kthimit në shtëpi ishte ndryshe nga çdo heshtje tjetër që familja kishte përjetuar. Nuk ishte heshtja e rëndë e shqetësimit, as ajo dëshpëruese e frustrimit. Ishte një heshtje plot mundësi, e mbushur me shpresë. Vajza mbante zogun prej letre fort pranë gjoksit, sikur të ishte thesari më i çmuar në botë. Sytë e saj shkëlqenin me një gjallëri që prindërit mendonin se nuk do ta shihnin më kurrë. Por kishte diçka tjetër. Ajo shikonte vazhdimisht nga dritarja, sikur kërkonte dikë. Ajo nuk reshti se kërkuari gruan e moshuar. Terapistja, nga sedilja e përparme, vëzhgonte gjithçka me habi. Në gjithë vitet e saj të punës, ajo nuk kishte parë kurrë një lidhje kaq të menjëhershme dhe të thellë. Por pse pikërisht me të? Pyeti nëna, ende duke u përpjekur të kuptonte. Vajza kishte takuar dhjetëra njerëz, mjek, specialist, profesionist të përgatitur. Ndonjëherë nuk ka të bëjë me përgatitjen, u përgjigj terapistja. Ka të bëjë me diçka më të thellë, diçka që nuk mësohet në universitete. Kur mbërritën në shtëpi, vajza bëri diçka që i habiti të gjithë. Në vend që të shkonte në dhomën e saj, ajo vrapoi në kopsht dhe u ul në vendin ku zakonisht vizatonte. Por këtë herë, ajo mori një laps dhe një letër. Filloi të vizatonte me një përqendrim të pazakontë. Nuk ishin më vizatime pa kuptim. Ishin plot qëllim, sikur po përpiqej të tregonte një histori të rëndësishme. Kur mbaroi, vrapoi drejt prindërve dhe u zgjati letrën. Vizatim ishte i qartë, një grua e moshuar me një karrocë, një vajzë e vogël pranë saj dhe mbi të dyja një zemër e madhe plot ngjyra. Por kishte edhe lot në fytyrën e gruas, jo lot trishtimi, por gëzimi. Terapistja u ul pranë vajzës dhe i foli me butësi. Ti do ta shohësh përsëri zonjën? Vajza pohoi me forcë dhe tregoi veten dhe figurën në letër, sikur të thoshte se tani ishin shoqe. Atë natë, ndërsa vajza flinte e përqafuar me zogun prej letre, prindërit morën një vendim. Të nesërmen do të ktheheshin në park për ta gjetur gruan. Të nesërmen, vajza u zgjua herët, vrapoi drejt prindërve dhe i tërhoqi nga dora, duke treguar derën. Ajo po kërkonte të dilte. Parku ishte edhe më i mbushur. Ata kërkuan për një kohë të gjatë, por vajza po bëhej gjithnjë e më e shqetësuar. Lotët i mbushën sytë. Një grua tjetër ju afrua dhe i pyeti nëse po kërkonin gruan e moshuar. Ajo u shpjegoi se ajo nuk ishte thjesht një mbledhës e riciklimi, por një grua që kishte ndihmuar qindra fëmijë, që u tregonte histori, u mësonte të lexonin dhe u jepte dashuri. Ata mësuan se ku mund ta gjenin dhe u nisën drejt një sheshi të thjeshtë në një lagje të varfër. Aty pan një skenë që nuk do ta harronin kurrë. Gruaja ishte ulur në një pemë, e rrethuar nga fëmijë, duke treguar një histori. Kur pa vajzën, fytyra e saj u ndriçua. Vajza vrapoi dhe u hodh në krahët e saj. Dhe atëherë ndodhi mrekullia. Vajza foli për herë të parë pas kaq shumë kohësh, duke thënë një fjalë të vetme, të pastër dhe plot dashuri. Heshtja që pasoi ishte absolute. Që nga ajo ditë, gjithçka ndryshoi.
Vajza filloi të fliste gjithnjë e më shumë, të qeshte, të jetonte. Prindërit kuptuan se shërimi nuk ishte në luks apo terapi të shtrenjta, por në dashurinë e vërtetë, në thjeshtësinë dhe në lidhjen njerëzore. Dhe kështu, në një vend të thjeshtë, larg pasurisë dhe shkëlqimit, një fëmijë gjeti zërin e saj dhe një familje gjeti kuptimin e vërtetë të jetës. Ajo do të donte të merrte diçka më shumë nga ty çfarë? Pyeti vajza me zë të butë. Një përqafim. Përqafimet janë dhuratat më të vlefshme në botë. Vajza u hodh në krahët e gjyshes me një forcë që gati e rrëzoi. Dhe në atë përqafim ndodhi diçka magjike. Vajza i përshpëriti në vesh gjyshes, të dua, gjyshe. Ishin fjalët e saj të para të dashurisë, fjalët e para të ndjenjes së vërtetë. Dhe ajo ja kishte thënë një gruaje të thjeshtë që e kishte njohur vetëm pak ditë më parë. Babai, që po e vëzhgonte nga dera e dhomës, ndiu një val emocionesh që i mori frymën. Vajza e tij po shprehte dashuri për herë të parë në jetë dhe nuk ishte për ta apo për nënën, pavarësisht gjithë kujdesit dhe përkushtimit që i kishin dhënë. Ishte për një të huaj që kishte ardhur pa pritur dhe kishte ndryshuar gjithçka. Si ja del ajo ta bëj këtë? Pyeti ai terapistën. Gjyshja nuk e sheh vajzën si një problem për t'u zgjidhur, shpjegoi ajo me qetësi. Ajo e sheh si një fëmijë të përsosur që thjesht kishte nevojë të kuptojë. Gjatë darkës ndodhi diçka tjetër e papritur. Vajza, që zakonisht hante në heshtje, filloi ta prezantonte gjyshen për të gjithë në tryez, me fjalë të pakta por plot kuptim. Gjyshe e mirë, gjyshe mëson, gjyshe më do gjyshja buzëqeshi dhe u përgjigj se vajza i kishte mësuar asaj se thesaret më të bukura janë ato që i mbajmë në zemër. Nëna ndiu një shtrëngim në kraharor dhe bëri një pyetje personale. Gjyshja heshti për një çast dhe tregoi se dikur kishte pasur një vajzë, rreth moshës së vogëlushes, por ajo ishte larguar nga kjo botë. Pas shumë dhimbjesh, ajo kishte kuptuar se misioni i saj ishte të kujdesej për fëmijë të tjerë që kishin nevojë për dashuri. Vajza, pa e kuptuar plotësisht gjithçka, u ngrit, u ul në prerin e gjyshes dhe e pyeti nëse ishte e trishtuar. Jo më, princesh, tani jam përsëri e lumtur. Atë natë, pasi gjyshja u largua, vajza shkoi në dhomën e prindërve dhe për herë të parë i thiri me fjalë të qarta, "Mami, babi." Ajo i përqafoi dhe u tha se i donte, ashtu siç donte edhe gjyshen. Në atë përqafim, prindërit kuptuan se kishin kërkuar shërimin në vendin e gabuar. Zgjidhja nuk ishte në terapi të shtrenjta, por në thjeshtësinë e dashurisë së vërtetë. Ditët që pasuan sollën një transformim të jashtëzakonshëm. Vajza fliste gjithnjë e më shumë, me fjali të shkurtra por plot mençuri. Ajo vuri re lodhjen e të atit, kujtoi fjalët e gjyshes se familja vjen e para dhe separat vijnë pas. Prindërit u tronditën nga thellësia e mendimeve të një fëmije kaq të vogël. Gjyshja i vizitonte shpesh dhe çdo herë sillte me vete një mençuri të thjeshtë që po ndryshonte gjithë familjen. Një ditë, vajza njoftoi se donte festë ditëlindjeje, por jo në shtëpinë e madhe. Ajo donte një festë të thjeshtë, me fëmijët e lagjes së gjyshes, me tortë të vogël dhe lojra rruge. Ajo tha qartë se donte një festë të vërtetë, me dashuri të vërtetë. Prindërit kuptuan se nuk kishte rëndësi luksi, por kuptimi. Kur erdhi dita, ata shkuan në lagjen e thjeshtë ku jetonte gjyshja. Shtëpia ishte e vogël, por plot jetë. Festa ishte ndryshe nga gjithçka që vajza kishte përjetuar. Nuk kishte dekorime të shtrenjta, por flamuj letre. Nuk kishte ushqime luksoze, por një tortë të bërë me dashuri. Fëmijët i mësuan lojra të thjeshta dhe vajza qeshi me një gëzim të pastër. Kur erdhi momenti i dhuratave, ajo u mahnit nga lodrat e thjeshta të bëra me dorë. Ajo i quajti dhuratat më të bukura që kishte parë ndonjëherë. Pastaj hapi valigjen me lodra të shtrenjta dhe i shpërndau për fëmijët e tjerë. Ajo tha se nuk kishte më nevojë për to, sepse kishte miq, kishte gjyshen dhe kishte dashuri. Në fund të festës, vajza falenderoi të gjithë dhe tha se tani ishin një familje e madhe dhe e lumtur. Prindërit kuptuan se vajza e tyre kishte mësuar një mësim që shumë të rritur nuk e mësojnë kurrë. Pasuria e vërtetë është ajo që ndan me të tjerët. Në rrugën e kthimit, vajza u tha se donte të ndihmonte fëmijë të tjerë dhe që parat të përdoreshin për të bërë mirë. Ajo tha se parat pa dashuri janë të trishtueshme, por parat që ndihmojnë janë të lumtura. Një muaj më vonë, jeta e familjes kishte ndryshuar përgjithmonë. Vajza fliste lirshëm dhe me mençuri. Ajo tha se nuk kishte qenë e heshtur, por kishte pritur të kishte diçka të rëndësishme për të thënë. Dhe tani ajo e dinte, donte të ndihmonte njerëz, ashtu si gjyshja.
Një mjek erdhi për të dokumentuar rastin e saj, i mahnitur nga ndryshimi. Vajza shpjegoi se fjalët dalin vetëm kur zemra është e lumtur. Ndërsa vizatonte, ajo tregoi se gjithmonë kishte parë në mendjen e saj një shtëpi të vogël me shumë fëmijë përreth. Ishte gjyshja, edhe para se ta njihte në të vërtetë. Heshtja mbushi dhomën, ndërsa të rriturit kuptuan se ndonjëherë zemra e një fëmije sheh më larg se mendja e një të rrituri. Adriana e Marcelo shikuan vajzën e tyre me habi të thellë kur ajo foli me qetësi, sikur ajo që po thoshte të ishte gjëja më e natyrshme në botë. Zemra ime e dinte se ajo ekzistonte. Thjesht duhej ta gjeja. Doktori hoqi syzet, i pastroi me dorë të dridhur dhe u përkul përpara, i pushtuar nga emocionet. Ajo që sapo the është e jashtëzakonshme. Në të gjitha rastet e heshtjes së studiuar të fëmijët, nuk kam parë kur diçka të tillë. Çfarë do të thotë kjo? Pyeti babai. Do të thotë se vajza juaj nuk kishte kur një çrregullim. Ajo kishte një heshtje të qëllimshme. Mendja e saj po priste personin e duhur për ta zgjuar zërin e saj. Nëna u mbush me lodh. Kjo është arsyeja pse asgjë nuk funksionoi. Ajo nuk kishte nevojë të shërohej. Ajo kishte nevojë të kuptohej. Vajza vazhdonte të vizatonte, e qetë, sikur zbulimi që po ndodhte rreth saj të mos kishte lidhje me të. Doktori e pyeti nëse do të donte të ndihmonte fëmijë të tjerë që nuk flisnin. Sytë e saj u ndriçuan. A mundem? Nëse prindërit bien dakord, ne do të donim të regjistronim historinë tënde për mjek dhe familje të tjera. Ajo u kthye nga prindërit. A mund t'i ndihmoj fëmijët siç isha unë? Sigurisht, bija ime. Por ajo vendosi një kusht. Gjyshe shpresa duhet të jetë me mua. Ajo më mësoi të flas. Kur shpresa erdhi atë pasdite për vizitën e saj të zakonshme, gjeti shtëpinë plot njerëz, kamera dhe pajisje. Vajza vrapoi drejt saj dhe e përqafoi fort. Do t'i ndihmojmë fëmijët. Do t'i mësojmë të flasin siç më mësove mua. Shpresa u ndje në siklet nga vëmendja, por vajza këmbënguli. Doktori ju afrua me respekt. Ajo që keni bërë është një mrekulli. Duhet ta dokumentojmë metodën tuaj. Metodë? Shpresa buzëqeshi me turp. Unë nuk kam metoda. Unë vetëm e desha. Dhe pikërisht këtë duam të tregojmë. Dashurinë si terapi. Regjistrimi u përhap shpejt përtej botës mjekësore. Vajza, ulur pranë shpresës, tregoi historinë e saj me një qartësi që habiste të rriturit. Unë nuk flisja, jo sepse nuk mundesha, por sepse po prisja gjyshen time të zemrës. Prindërit e mi provuan gjithçka, por ajo që më duhej ishte dikush që të kuptonte se isha mirë. Thjesht po prisja. Ajo u kthye nga shpresa dhe tha se dashuria nuk blihet, ajo jepet. Dhe kur dikush të do vërtet, fjalët dalin vetë. Lotët e shpresës ishin të dukshëm për të gjithë. Unë dua të ndihmoj fëmijë të tjerë që po presin njerëzit e tyre të veçantë. Doktori ishte i emocionuar. Ky material do të ndryshojë gjithçka. Jo, tha vajza me qetësi. Do të tregoj se ndonjëherë fëmijët nuk janë të sëmurë. Ata thjesht po presin të duhen siç janë. Atë mbrëmje, babai mori një vendim të madh. Ai vendosi të krijonte një fondacion për fëmijët me vështirësi komunikimi dhe familjet në nevojë. Dhe shpresa do të ishte drejtuese arsimore, jo si punonjëse, por si partnere. Vajza u gëzua pa mas. Tani gjyshja do të ndihmojë shumë fëmijë. Dhe ata do të mësojnë se dashuria është ilaçi më i mirë. Pak kohë më vonë, një emision kombëtar kërkoi ta intervistonte vajzën. Ajo, që dikur nuk fliste, ishte gati të fliste për gjithë vendin. A je e sigurt? E pyeti nëna. Po. Nëse një fëmijë më sheh dhe kupton se është në rregull të jetë ndryshe, mjafton. Në intervistë, ajo ishte e veshur thjesht. Pa luks. Vetëm një fëmijë me një mesazh të fuqishëm. Kur u pyet se çfarë këshille kishte për fëmijët që nuk flasin, ajo tha, mos u nxitoni. Fjalët tuaja do të vinë kur të gjeni dikë që meriton t'ju dëgjojë. Dhe për prindërit, ndonjëherë fëmia nuk ka nevojë për mjek, por për dikë që ta dojë ashtu siç është. Fjalët e saj u shpërndan kudo. Por momenti më prekës ishte mesazhi për shpresën. Faleminderit që më mësove se isha gjithmonë e përsosur. Tani do t'ja mësojmë botës. Shpresa qau nga gëzimi dhe mirënjohja. Vajza që nuk fliste ishte bërë zëri i një revolucioni të dashurisë.
Me kalimin e kohës, fondacioni u rrit dhe ndihmoi mijëra fëmijë. Vajza u bë një ambasadore e vogël e komunikimit me dashuri. Ajo vizitonte spitale dhe qendra duke u afruar fëmijëve me butësi. Unë gjithashtu nuk flisja. A do të jesh shoqja ime? Ajo i ftonte të prisnin së bashku, pa presion, pa frikë. Mjekët vëzhgonin të mahnitur. Ajo arrinte në pak minuta atë që të tjerët nuk e arrinin për muaj, sepse ajo nuk shihte problem. Ajo shihte potencial. Shpresa u bë drejtoresh pedagogjike dhe metoda e saj, që ajo e quante dashuri e zbatuar, u studiuar në mbar botën. Kur u pyet për sekretin e saj, ajo tha se thjesht dëgjonte atë që fëmijët nuk mund ta thoshin dhe donte atë që ata ishin. Kjo fjali u përhap kudo. Një ditë, familja përgatiti një surprizë për shpresën. Në vend të shtëpisë së vogël, u shfaq një qendër e bukur, plot ngjyra dhe jetë. Qendra Shpresa, aty ku çdo fëmijë gjen zërin e tij. Shpresa priste në hyrje, me lot gëzimi. Vajza e përqafoi fort. Kjo është për të gjitha fëmijët që kanë nevojë për dashuri. Brenda kishte klasa, libra, art dhe një dhomë të veçantë për fëmijët që nuk flisnin ende. Në inaugurim, vajza mbajti një fjalim para shumë njerëzve. Ajo tha se nuk kishte qenë e prishur kurrë. Ajo thjesht po priste dikë që ta kuptonte. Ajo foli për dashurinë që dëgjon pa gjykuar dhe pret pa nxitim. Ajo ja kushtoi qendrën të gjitha fëmijëve që presin dikë të besoj tek ata. Duartrokitjet ishin të pafundme. Shpresa e përqafoi me krenari. Vajza i tha se ndërtesa nuk ndihmon fëmijët, por njerëzit që duan. Vite më vonë, vajza u bë një zë i rëndësishëm për komunikimin empatik, por kur nuk humbi thjeshtësinë. Një ditë e pyeti Shpresën nëse e kishte ditur që ajo do të fliste. Shpresa ju përgjigj se e dinte se ajo kishte një univers të tërë brenda vetes, duke pritur momentin e duhur. Ajo e kishte njohur veten tek ajo. Dik plot dashuri, duke pritur dik që ta pranonte. Në atë përqafim ishte gjithë forca e dashurisë që kishte ndryshuar jetë, familje dhe komunitete të tëra. Vajza që nuk fliste kishte gjetur zërin e saj dhe kishte mësuar botën se ndonjëherë shërimi më i madh është thjesht të duash dik ashtu siç është. Dhe Shpresa kishte zbuluar se thesari më i madh që mund të mblidhej ishin zemrat që kishin nevojë për dashuri.